Detaje nga ngjarja e rënd në Roskovec, 4-vjeçaria po luante në oborin e shtëpisë, muri rrethues u shemb dhe e zuri poshtë. Të tjera detaje janë mësuar në lidhje me ngjarjen e rënd ndodhur pak më parë në Roskovec. Mësohet se 4-vjeçaria ishte duke luajtur në oborin e banesës kur muri rrethues u shemb dhe zuri poshtë. Përpasoj voglushja humbi jetën. Rreth orës 12:40 në fshatin Suk 2, Roskovec, dyshohet se është shembur një mur rrethues në pronësi të shtetasit LT e përpasoj ka zënë poshtë vajzën e tij të mitur rreth 4 vjeç, e cila ka ndruar jetë. Sipas medias, grupi hetimor po punon për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes, njoftoi policia.